Top Channel ka zbuluar zyrtarisht ekipin drejtues të programit përmes një videoje promocionale kreative e ndërtuar si një bisedë në grup në WhatsApp, duke konfirmuar zëra që qarkullonin prej ditësh. Në krye të programit do të jetë Kiara Tito, e cila merr rolin e moderatores, ndërsa në krah të saj rikthehet Arjan Konomi dhe Francesca. Lajmi që ka shkaktuar reagimin më të fortë në rrjet është padyshim rikthimi i Arjan Konomit në Top Channel pas rreth 3 vitesh mungesë. Ish opinionisti Big Brother dhe përputhen rikthehet në ekran, i kush ndërrua në një nga zërat më të komentuar, duke sjellë sërish stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe pa kompromis. Largimi i Konomit nga Top Channel në ato kohë kishte ngjallur shumë diskutime. Vetëm së fundmi ai vendosi të flas hapur për këtë episod në podcastin e Arbana Osmanit, ku zbuloi se gjithçka nisi nga një postim në Instagram, në të cilin kritikonte nivelin e opinionistëve të Big Brother VIP të asaj kohe. Më kërkuan të fshija postimin, por unë refuzova. U thash se mendimin tim nuk e heq, tregoi Konomi, duke shtuar se vendimi për të larguar erdhi si pasojë e mbrojtjes së lirisë së shprehjes dhe integritetit të tij profesional.